të nderuar përfaqësues të medjave, qytetarë të Republikës Kosovës, tani më jeni dëshmitar të një tendence të skajshme, jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën, në mos konstruimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Metodën 8 korrekt, siç e dini, janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve parakoshme. Ka kalua fati kushtetues, sot janë 30 ditë. Dhe sot kur është dashur prej qytetarëve të Kosovës, preset që institucionet e Kosovës të konstruohen, që kuvendi të jetë funksional, të zgjidhen kryetari apo kryetari anëtarët e kryesisë, sot del kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i thotë qytetarëve e Kosovës na duhet ende kohë. Pa të më në kur kohë 30 ditë me diskutu me partit politike për me artën i marrëveshjes politike. Po nëse ka qenë qëllimi për me dalë prej këtij rrethi vicioz 2 vjeçar, se nuk e fol me partit politike për presidentin e Kosovës, se nyja, problemi thelbësor nuk është tek qeveria, nuk është tek kuvendi, është tek presidenti, po e ke neglizhu dhe i këtë ditë. Ai e ka dhënë me procesu, me kriju edhe një rast gjykatë kushtetuese që ende me e shty procesin e konstruimit. Jo është pa përgjegjësi totale e partisë që i ka fituar zgjedhjet, është shkurt edhe shqip taktik me marrë në pazar politik, me marrë dhe pa kohë, me ble dhe pa kohë, në mënyrë që me marrë të 3 institucionet të cilat ashtu kështu nuk i takojnë një subjekti politik se si ka vërë. Alianca për Autonominë e Kosovës e ka qëndrimin publik, i ka të paraqitura propozimet, kërkesat, të cilat janë të njohura si 6 kërkesat e Aliancës. Asnjë fjalë nuk është folë për 6 kërkesa. Dhe sot, kur të gjithë sytë e vesht e qytetarëve të Kosovës, e shtetit Kosovës janë tek kuvendi për më konstu, sot del e thotë mënyrën ma pa policeqme të këndshëm, na duhet ende kohë, e ka pasur 30 ditë kohë për me mujtë në artën e marrëveshjes politike. Ju falenderoj. Zoti Tahiri, a bëni pjesë me dërgu lëndën e gjykatë kushtetuese pasi nesër përfundon afati për konstituimin e kuvendit? Spari, me sa di unë e ju mbo 30 ditë. Mu i korrekt i ka 30 ditë, sot ju mbo 30 ditë. A sot është apo. E dyta, ka disa interpretime që lidhen edhe me mandatin për i kur certifikohen rezultatet, po edhe prej nisjes së seancës në vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo nuk është tema.